Zakonisht ndoshta kur I japim pak ma me vrull zërit, mendojmë se kemi thonë shumë, por kësaj radhe do flas pak ma but, ma urt, me qëllim që të përcjell një mesazh tek të gjithë, sepse gjatë kohës që isha duke qëndruar aty ulur, isha duke menduar, jo për ne, jo për ju këtu, as për vete, po isha duke menduar për ata të PD-s. Isha të mendu për ata dhe vetë me vete thash kështu. Dhe atë që mendova, du t'ja them edhe ju. Shifni qa bëjnë. Infektojnë njerëz. Vërtet aty ka disa të ri, që e ardhmja e tyre nuk duhet ndërtu ashtu siç ato pretendojnë, krerët e PD-s. I manipulojnë, ju fusin alkoolin dhe drogën, dhe u thonë, dilni bëni dam. Dilni sulmoni shtabet e BDI-s, friksoni njerëz, dhe nuk e di çfarë dome tjera, derisa shkon edhe e sulmon kryetarin tonë. Ja që ka fitun ose do të fitojnë. Njëherë ata dy që u identifikun dhe s'kishin ku hikin, dhe këto nuk patën rrugë tjetër përveç se ti marrin ti burgosin për të la vetë vetën, I qunë në burg. Ku janë familjet atyne? Do të shkojnë para burgjeve, të shutkës e të drizovës, të vizitojnë për krimin që ka porosit me nduthaqi. Çka familje atyne? Do duhet një qese me ushqim të shkojnë të aqojnë në burg edhe për të mbajt vetë vetën. Unë jam i bindun se ata të ri. Nuk janë të djallëzum aq sa janë ato që I porosisin këta të ri djallëzuar. Nuk janë më të këqij se sa ato që I porosisin këta punë. Çka bëjnë diçka tjera gjëra? Shantazhojnë, thrasin telefon. Ka për të friksu, njerëz të cilët nuk friksohen. Ne nuk kemi dëm nga ajo, sepse neve vazhdimisht po na shtohen radhat. Këtu, në Te Arc, në Bugovinë, në Tetov, në Gostivar, Reqis Madhe, Reqis Vogël. Gjithkund jemi më shumë se hera tjera. Ato vetëm një gjë do të fitojnë. Të manipuluarit e tyre do t'i qenë burgjeve. Do I mbushin burgjet me njerëz ndoshta që nuk kanë përparim krimin, po që I kriminalizojnë vetë ata. Me nduthaqi, me bashkëpunëtorët e tij, e dini pse e bëjnë këta? E bëjnë këta për të ruajtur pasuritë e veta, e bëjnë këta për të zgjat jetën e tyre në pushtet, dhe atë pushtet ta përdorin përsëri kundër atyre që kanë bërë ashtu krimesh. Ndërsa kriminalët më të mëdhenj tjesin për jashtë. Une duke dash që t'ua kujtoj njerë atyne që marrin guximin dhe pranojnë detyrat të tilla nga e prorët e tyre, dhe që ato punë ato nuk I qojnë kërkun përveç se burgjeve, të heqin dorë, sepse e ardhmja atyre nuk është aty, nuk është te konsumimi I drogës e alkoolit, nuk është te shantazhimi I njerëzve, nuk është as te kërcënimi me armë që u bëjnë nëpërmjet thymjeve të shtatëve të BDI-s. Po le të ndalen nga ato punë, sepse jam I bindun dhe I sigurt se ato vetë do të përfitojnë nga ajo. Ato vetë do të përfitojnë nëse heqin dorë nga ato veprime. Dhe se absolutisht e prorët e tyre nuk mendojnë mirë për ta, përderisa I qojnë të demolojnë dhe të bëjnë vandalizma të tilla. Është shumë mirë për ato vetë, që të mos pranojnë detyrat të tilla dhe t'i afrojnë familjeve të tyre, se ato I dojnë me siguri më shumë se gjithkusht tjetër, dhe të pranojnë detyra dhe t'u shërbejnë familjeve të tyre, jo pronarëve të cilët I qenë në rrugë gabuar. Sepse ato pronarë
din të kenë vetëm prona. Sepse ato pronarë din të legalizojnë vetëm pasuritë e tyre të pista, të cilat i kanë përfitu nëpërmjet veprimeve të cilat i kanë urdhëru t'i bëjnë njerëz të cilat ato pretendojnë se diçka bëjnë për to. Prandaj, unë ju përgëzoj juve që keni përkra opcionin më të mirë. Unë ju përgëzoj dhe ju uroj që ju keni gjetë rrugën e duhur. Unë nuk them se me përkrajen tuaj ne do të bëjmë kush e di çfarë. Unë nuk them se këtë që po bani ju ne do t'ua kthejmë me njerëz si t'hinë pushtet. Mirë po unë them, rrugën që keni nisë është e drejtë. Të gjithë bashkërisht do të bëjmë nga pak dhe ajo pak do të bëhet shumë. Sepse kur punojnë të gjithë, edhe përfitimi është më i madh. Nuk mund vetëm një njeri tari bëj gjitha ato veprime që janë bërë deri në tani, veprime pozitive që i ka bartë kryetari jonë, i nderuar Zoti Ali Ahmeti. Nëse diçka deri më sot ka bë mirë, ato e ka bë sepse ju e keni mbështetur. Sepse ju duke kërku rrugën tuaj keni bë më të fort kryetarin ton dhe ai në emër tuaj ka realizu një sër projektesh të cilat sot i gëzojmë të gjithë. Jam i bindun se gjysma e këtyne njerëzve që janë këtu, të paktën ato që kanë fëmijë të rritur,